Po në Kosovë, zyrtarë të qeverisë, opozitës dhe shoqërisë civile janë përfshirë në debate lidhur me hartimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë së palishme, si pjesë e rëndësishme e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zyrtarët të qeverisë thanë se ligji do të jetë gjithë përfshirës, por opozita dhe shoqëria civile druhen se mungesa e vullnetit politik mund të prodhojë ligje të pazbatueshme. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues të qeverisë, partive politike dhe shoqërisë civile thanë se Kosovës i duhet një infrastrukturë ligjore e fuqishme për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente u bën gjatë punimeve të një tryeze të rrumbullakën mbi bazën ligjore të luftës kundër krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme. Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, i cili është duke u hartuar, duhet të jetë i tillë që të mos krijojë mundësi përjashtimit të figurave politike dhe shtetërore. Në të kundërtën, ne do të japim mundësi krimit të organizuar, do të japim mundësi korrupsionit, edhe do të krijojmë lehtësira që edhe kriminalet, të cilët nga rajoni mund të gjejnë strehim për të zhvilluar krimin e organizuar, për të zhvilluar biznes edhe për të krijuar pasuri të paligjshme. Për Glau Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje pa vullnet politik, ligjet mbetën të pazbatuara. Çështjen e korrupsionit dhe të konfiskimit të pasurisë së paligjshme, tha ai, nuk mund ta bëjnë ata që janë bartës të këtyre dukurive. Politikanët kryesorë të Kosovës janë shumë të pasur. Dhe nuk ishin kështu përpara luftës, përpara vitit 1999. Ata janë pasuruar shumë dhe janë pasuruar shpejt. Nuk dihet se si janë pasuruar konkretisht dhe hollësisht, por dihet me siguri se si nuk janë pasuruar. Ata nuk janë pasuruar nga rrogat e tyre dhe nga të ardhurat e lehtëshme që i marrin. Kjo dihet me siguri. Kjo është e mjaftueshme për ta kuptuar hendekun mes të ardhurave të tyre të lehtëshme dhe pasurisë së tyre reale. Ndërkaq, Ministri i Drejtësisë Hajredin Kuqi, njëherë zëvendës kryeministër i Kosovës, tha se vendi do të ketë ligjin për këtë çështje, i cili do të jetë gjithëpërfshirës. Ligjin po premtoj këtu publikisht. Do ta bëjmë ligjin që respekton standardet ndërkombëtare dhe që funksionon në Kosovë. Cilin do të draft që ma bin të koordinuar me Olexit dhe me ambasadën amerikane dhe të koordinuar me ju, unë do ta procedoj në kuvend. Nuk i friksoj me asnjë ligjin. Por po tregoj që ligji do të vlen edhe për shoqëritë civile, edhe për qeveritarë, edhe për opozitë, edhe për gjithë ata që janë vetëm qytetarë të rëndomt. Mos e shihni fotografinë me këtë 3-4 vjet dhe 10 vetëve, por ky ligj do të jetë për 2 milion njerëz. Dhe këtu do të jemi gjithë në lup. Dhe unë jemi bindur që ligjet e tillë do ta bëjnë. Në raportin e fundit të Transparency International, Kosova radhitet e fundit në rajon me shkallën e korrupsionit. Ajo ndodhet në vendin e 112 me një not prej 2.9 në një vlerësim që fillon nga 0 deri në 10. Muajin e kaluar, presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, themeloi Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, i cili synon, siç thuhet, të bashkërendojë veprimet për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe do të identifikojë dhe bashkërendojë veprimet në përkrahje të zbatimit të strategjisë kombëtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dukuri këto që kanë vënë Kosovën shpesh në raporte të organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.